Ajo që ne kemi bërë është që kemi trashëguar një problem të madh. Dhe ky problem i madh ishin rastet e krimeve të luftës. Këtë problem e trashëguam në vitin 2019-2020. Menjëherë kemi bërë përpjekjet e para që të ndërtojmë institucionet që duhet mi adresu këto probleme. Dhe fillimisht u themelua Departamenti për hetimin e krimeve të luftës në kuadër të prokurisë speciale dhe më vonë në kuadër të policisë u themelua Drejtoria për hetimin e krimeve të luftës. Kjo drejtori ka dy njësi. Njësin për hetimin e krimeve të luftës, qoftë vrasje dhe vepra tjera, dhe njësin për personat e pagjetur, temë për cilën sot jemi këtu. Të njësia për personat e pagjetur janë caktuar 11 policë, të cilët merren ekskluzivisht me përpunimin dhe adresimin e çdo informacioni që ka të bëjë me rastet e krimeve të luftës. Për regionin e Gjakovës, në përgjithësi, por edhe për qytetin, ne veç këtë vit kemi ngrit një akt akuzë, sa i përket vrasjeve, dëbimeve dhe veprave tjera penale, kurse sa i përket personave të pagjetur, gjatë vitit 2025, Prokuria Speciale në koordinim me njësinë që sapo përmenda të Policisë së Kosovës, bashkë me Komisionin Qeveritar, me Institutin për Krimet Luftë dhe të gjithë të tjerët, kemi kryer 54 aktivitete. Në këto 54 aktivitete kemi 32 eskumime, gërmime në zonat dhe lokacionet ku kemi qenë të informuar se mund të ketë gjetje e shtrore nga koha e luftës. Mbetje shtrore nga koha e luftës. Nga ky eskumim janë zbuluar 20 trupa dhe 4 mbetje e shtrore të kohës së luftës, të cilat janë dërguar tek Instituti i Mjekësisë Ligjore për hulumtim të mbëtjim. Kurse pjesa tjetër e aktivitetit, që 22 aktivitete, kemi bërë hulumtimin e terrenave në bazë të informacioneve që kemi marrë nga qytetarët, nga mediat apo kushdo tjetër. Pe shfrytëzoj rastin këtë rast, mi u bë thirrje të gjithë juve që jeni prezent edhe përmes jush edhe të tjerëve, që çdo informacion që e keni për rastet e personave të pagjetur, ju lutem na kontaktoni. Kontaktoni Policinë e Kosovës, kontaktoni Prokurinë Speciale. Është kjo pyetja e zakonshme si ta zhvillojmë kontaktin. Po ju marr shembull konkret. Në komunën e Podjevës, familjarët po gërmonin ose po punonin në varrizat familjare. Në moment, në ndhe, u shfaqet një, dikush i thotë qebe, dikush batanie. Cili është hapi i parë, thirrja e policisë. Të gjithë dimë që policia mund të thirret në 112. Nuk ka patjetër me ditë numrin e policisë persona të zhdukur, njësisë ose të prokurorit. Mjafton ta thirrni atë numër dhe të thyrni kemi një situatë kështu. Kanë thirrë atë numër, policia lokale e qytetit të Podjevës kanë dalë me ngjarjes dhe kanë rrethu dhe kanë njoftuar policinë në qendër Prishtinës që është specializuar për raste të tilla. Policia më ka njoftuar mua dhe kemi kryer të gjitha procedurat e nevojshme ligjore, sepse ajo përveç është gjetje një trupi, është edhe pjesë e dosjes hetimore për rastet e vrasjeve gjatë luftës dhe ka rezultuar me gjetje e shtrore, të cilat pastaj janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Domethënë mos hezitoni për çdo informacion, për çdo dyshim që keni, ta kontaktoni policinë, por të na kontaktoni edhe neve për informimin e juaj. Për ata që nuk e dinë, ne kemi një website, është webfaqja e Prokurisë Speciale, numri i kujdestarisë është i publikuar. Në 24 shtatë, në çdo kohë, në atë numër secili qytetar mund të thras dhe të jap informacione, qoftë për rastet e krimeve të pagjetura që jemi sot këtu, po edhe për rastet e krimeve të luftës tjera që mund t'i keni.